nuk i dija se për masa kishte në aspektin cilësor, si poet, por di që erdhi në studion time dhe me atë studio modeste e pranoj dhe diçka i bëri përshtypje, si thuash, në krijimtarinë time. Dhe pasi dolëm, që andej më tha, po këto punë, pse mos zvish ti ekspozosh diku tjetër, tha, mbas edhe meritojnë, tha, në fakt. Dhe kështu nisi kjo, si thuash, kjo histori e vajtjes time në Itali, ftesa nga miku im italian, dhe u konkludua me vajtjen time atje që muaj mars më gjeti atje në Ancona. Ancona është një qytet historik, një qytet bregdetar, me plot histori, dhe njerëz që duan dhe i respektojnë artistët, edhe gjeta një ambient shumë mikpritës, gjeta një respekt, si thuash, edhe nga miku im i cili më lëshoi një dhomë si studio ku do të punoja, dhe e ndjeva veten si thuash në shtëpinë time. Dhe më interesante është sepse aty ai vuri dhe flamuri shqiptar, i cili ndofta ta shohim edhe në ato intervistat apo në filmimet që janë bërë. Dhe kështu pra ju hyt me njëherë dhe filluat punën për të realizuar edhe pikturat e para tashmë në Itali. E prisnit pikërisht këtë lloj mirëpritje pikërisht nga në një vend të huaj, duket se në ndjenjë të huaj, por cilat kanë qenë vështirësitë e para? Vështirësitë e para, sigurisht nuk është mbase ndofta era parë që unë ballafaqohem jashtë Shqipërisë me punët e mia, kisha një lloj eksperience, por në këtë rast unë po shkoja te vendi Dantes, të vendi i Michelangelos, dhe sigurisht nuk ishte se si të mos ndjeje një lloj dojtje, dhe një lloj, si thuash, ndofta një lloj ndjenje të brendshme që gjatë gjithë kohës më mundonte se si unë të paraqitesha, si thuash, sa më dënjësisht, të paraqitja identitetin tim, të paraqitja të personifikoja, si thuash, veten time, cilësitë e mia artistike, por njëkohësisht të tregoja që edhe ne si qytetar të anës tjetër të Adriatikut mbartim vlera dhe qytetari, si thuash, ashtu sikur se dhe ju të lashtë. E në fakt jemi duke parë edhe disa pamje në këtë moment, ndërkohë që ne jemi duke folur? Po, unë sa shkova për respekt mikut tim, poet, Mauricio Silvestreri, fillova t'i bëja një portret, të cilin e bëra nga natyra, por mos e lodhur, i bëra dhe një portret fotografi, të cilin ju po e shihni. Edhe e punova portretin e miku tim me dashuri, një portret i cili kur u konkludua më së fundi, sigurisht që u ekspozua dhe u pëlqye. Ndofta kështu filloi, si thuash, aktiviteti im, vajtja ime në Itali, me portretin e mikut tim. Dhe në fakt, vajtja juaj në Itali koincidoi edhe me një tjetër prej eventeve kryesore, nëse ne mund ta quajmë kështu pikërisht atje, bëhet fjalë edhe për festën e grave. Po, e që një ndofta rastësi, unë paka shumë emri im ndofta ishte lakuar aty në asesor të kulturës të provincës Anconës, të bashkisë Anconës, ashtu i kishin sjellë rrethanat, dhe duke qenë se unë njihesha, kisha miqësi me presidenten e asociacionit qytetarë të botës, e cila jetonte atje në Ancona, lindi ideja që unë të bëja disa portrete të grave internacionale, po dhe të grave ankonetane, të cilat kishin kontribuar në të gjitha fushat e jetës sociale, politike, ekonomike. Ideja ishte e shoqatës qytetarë të botës, po edhe miku tim Mauricio Silvestreri, poetit të njohur ankonetan. Dhe me rekomandim të tyre, me pozime, bëra shumë vizatime dhe të personave, të personazheve të njohur, bile disa në një për tyre janë botuar edhe në për gazetat atje në Itali, siç është portreti e Emma Boninos, që është zëvendës parlamentare e Senatit Italian, apo tjera, Chiara Lubik, çmimi Nobel për paqe, Rigolet Mençu, çmimi Nobel për paqe, tjera personazhe të rëndësishme. Duke qenë se u krijuan pothuajse u plotësua një mini ekspozit, atëherë u vendos që në ditën përfundimtare të festës së grave, ditën të cilën ata meshkujt ju shërbenin grave, si thua, në një banket madhështor, që rastisa dhe unë atje, ku kryetari i bashkisë apo gjithë personalitetet e tjera ju shërbenin grave, aty u hap edhe ekspozita ime me portretet të grave, të cilat një pjesë e tyre ndodheshin aty në këtë
Ishte një lloj surprize në fakt. Po, ishte një surprizë. Më thoni pak se si u prit kjo Atë u ekspozitë. prit ndofta dhe këtu mbase diçka mund të ketë në një lloj filmimi, megjithëse jo të gjitha. Aty u recituan poezi nga më të bukurat dhe ndofta unë nuk e kuptoja tamam se ishin secili recitonte në gjuhën e tij, pastaj në gjuhën italiane, por shifja këtë që kishte një hilaritet në sallë saqë ndonjëherë shkuleshin aq shumë sa që dikush edhe në tokë shtrihesh nga poezitë e bukura dhe nga ato gjetjet artistike të cilat poetë ndryshëm kishin krijuar për gratë për festën e gruas. Njëkohësisht edhe ekspozita ime sigurisht unë prita shumë falënderime dhe shtrëngime durësh, qoftë nga kryetari i bashkisë, nga personalitetet e tjera të artit dhe të kulturës aty, të cilët ishin pjesëmarrës. Dhe ndofta që aty lindi ideja që të krijohesh pra kjo ekspozita përfundimtare, të cilën ndofta më vonë do ta themi më mbrapa, kur lindi ideja tjetër. Ndalemi këtu te kjo ekspozitë e cila u bë veçanërisht në fakt edhe për festën e gruas. Në fakt ne do t'japim pas pak edhe pamjet, sigurisht për t'i ilustruar dhe për t'u njohur pak më tepër të gjithë shikuesit tanë. Ndërkaq ndalim për pak sekonda bisedën tonë duke transmetuar një këngë përshëndetëse dhe rikthehemi pas pak për të vazhduar me bisedën.